Përfaqësues të ekonomisë dhe financave nga vende të ndryshme të botës janë mbledhur këtu në Washington për takimin e përvitshëm të Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar. Në takim merr pjesë dhe një delegacion nga Kosova, në përbërjen e të cilit është dhe guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, zoti Hashim Rexhepi. Zotin Rexhepi e kemi të ftuar sot në studio. Mirëmbrëma, mirë se erdhët në studion tonë. Atëherë, cilat janë rezultatet e këtyre takimeve? Po duhet potencial fillim se takimet e këtij viti janë një çik më të relaksuar sesa vitin e kaluar, kur ishte në kulminacion të kriza financiare globale. Delegacioni i Kosovës ka qenë shumë i angazhuar me takime të shumta për diskutuar çështjet aktuale dhe çështjet e bashkëpunimit të mëtejshëm të Kosovës me këto dy institucione të rëndësishme. Ndërsa kur është fjala për Bankën Qendrore dhe angazhimet e mia, dua të them që Banka Qendrore ka raporte dhe marrëdhënie me të dyja institucionet me vitet e tëra, ta quaj pas vitit 99, dhe takimet ka qenë shumë të frytshme dhe të dobishme. Sa i përket projekteve të ardhshme të bashkëpunimit mes Bankës Qendrore dhe këtyre dy institucioneve. Konkretisht do të kisha potencuar se me Bankën Botërore kemi arritur marrëveshjen dhe Banka Botërore do ta mbështet Bankën Qendrore të Kosovës edhe financiarisht në zhvillimin e sistemit të ri të pagesave dhe ky projekt diku do të jetë rreth $6 milion dhe ne presim që bordi i Bankës Botërore në takimin e të gjatit të qershorit përfundimisht ta aprovojë këtë projekt. Është një projekt shumë i rëndësishëm dhe prioritar për Bankën Qendrore. Njëkohësisht kemi vazhduar me Bankën Botërore bashkëpunimin e asistencës teknike në fusha të ndryshme, e cila realizohet në vlerë për $2 milion dhe nga cila Banka Qendrore ka përfituar shumë, por njëkohësisht në sistemi financiar. Me Fondin Monetar Ndërkombëtar kemi negociuar çështjet e bashkëpunimit të mëtejshëm, në veçanti në mbështetjen që do të jap Fondi Monetar në zhvillimin e legjislacionit, në draftimin e ligjeve të reja, të cilat do të reflektojnë nivelin e arritur të zhvillimit të sistemit financiar dhe parafrimin e tyre me standardet e Unionit Evropian. Le të zhvendosemi në Kosovë. Si paraqitet situata e sistemit financiar atje? Sistemi financiar në Kosovë dhe vitin e kaluar, kur kriza ishte në kulminacion e ka ruajtur qëndrueshmërinë dhe stabilitetin e vet, vazhdon të jetë në këtë frym. Normal që ndikimet e krizës globale dhe të recesionit ekonomik kanë filluar të reflektohen një çik më fuqishëm në sektorin real të ekonomisë. Prandaj edhe bankat kanë marrë masat e caktuara me qëllim të menaxhimit më të mirë të kësaj situate. Çfarë masash konkretisht? Konkretisht në vlerësimin e riskut kreditor në mënyrë më precize, apo më të saktë, në mënyrë që të sigurohen në kthimin e kredive, mirëpo njëkohësisht është i vazhdu kreditimi aktiv i bankave, i ekonomisë dhe qytetarëve të Kosovës, po në një mas pak më të kujdesshëm. Ne jemi duke inkurajuar bankat që të vazhdojnë me kreditim, në mënyrë që të vazhdojnë me performimin e mirë dhe të ndihmojnë zhvillimin ekonomik të Kosovës dhe të qytetarëve të Kosovës. Vendi juaj operon me euro, pavarësisht se zyrtarisht Kosova nuk është në zonën Schengen. Cilat janë benefitet ose cilat janë të mirat dhe jo të mirat e këtij aktiviteti? Kosova ka adaptuar euron si mjet pagese në Kosovë që nga momenti i futjes në përdorim të euros në eurozonë. Ka qenë një vendim unilateral, po në marrëveshje në mas caktuar edhe me Bankën Qendrore të Evropës. Cilat janë përfitimet? Normal që përfitimet nga shfrytëzimi i euros në Kosovë janë të shumëfishta. Në radhë parë ka të bëjë me besueshmërinë e ekonomisë dhe qytetarëve në valutën e cila përdoret në Kosovë. Pastaj ka ndihmuar në perceptimin edhe të riskut ta quaj të këmbimit valutor nga ana investitorëve të jashtëm që më lehtë të investojnë veçanti në sistemin financiar. Ka ndikuar që transaksionet e pagesave në përgjithësi janë më të pranueshme për biznesin dhe ka eliminuar riskun e këmbimit valutor në përgjithësi. Kështu që këto janë benefitet që po edhe ka kontribuar në stabilitetin makroekonomik, në përgjithësi stabilitetin fiskal dhe buxhetor të Kosovës. Ana e dopta quaj e shfrytëzimit të euros është se Kosova nuk mund bëj politika monetare përderisa ka euro në shfrytëzim. Kështu që shumë instrumentet e politikave monetare që shtetet i zbatojnë, të cilat kanë valutën e tyre, Kosova nuk ka mundësi të shfrytëzojë dhe të praktikojë. Mirëpo ka mekanizmat e caktuar të limituar të politikave monetare. Po në përgjithësi të njeriu i thjesht ka kriju këtë stabilitet për cilin fola. Normal që sikur të kishim politika monetare, atëherë edhe qeveria, po njëkohësisht edhe Banka Qendrore do të kishte instrumente të caktuar që në pajtim me orientimet të ndihmoj
zhvillimin ekonomik ndoshta në mënyrë më të drejtë për drejtë. Viti 2010 karakterizohet nga njoftime për investime të mëdha. Nesër fillon autostrada Kosovë-Shqipëri. Nesër fillojnë punimet. Sa të aftë jeni nga pikpamja financiare për të përballuar një investim të tillë që është i madh? Spari nuk dua të shpenzoj shumë kohë se mjaft është folur për rëndësinë e këtij projektit për të ardhmen e Kosovës, të zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik të Kosovës, për arsye se konsideroj që rregullimi i infrastrukturës në përgjithësi rrugore, po edhe zgjidhja çështjes së energjisë në Kosovë janë faktorë të rëndësishëm për zhvillimin e sektorit privat të ekonomisë. Ndërsa autostrada normal që do t'i ofrojë Kosovës akses në detin e hapur dhe financiarisht sa të përgatitur jeni për ballonin. Financiarisht është duke bërë diskutime edhe këtu tani mjaft me Fondin Monetar dhe Bankën Botërore për kësaj. Ne konsiderojmë si bankë qendrore që qeveria duhet jetë kujdesshme në rujtjen e stabilitetit buxhetor dhe eventualisht në hyrjen në borxhen e të ardhmen në mënyrë që buxheti i Kosovës dhe zhvillimi ekonomik i Kosovës mund ta përballojë këtë lloj investimi. Unë edhe në bazë diskutime deri tani shifet se qeveria veç ka siguruar mjetet për këtë vit për fillimin e punimeve. Normal që zgjidhet për komplet financimin e autostradës janë duke kërkuar, duke janë në vazhdimsi. Zoti Rexhepi, Kosova ka disa qindra miliona euro të procesit të privatizimit apo si dhe të kursimeve pensionale apo të pensioneve të cilat ndodhet jashtë vendit. Kritikët thonë se ato mund të mbaheshin në Kosovë, të vieshin në tregun financiar dhe nëpërmjet bankave komerciale. Pse nuk po ndodh kjo? Janë dy aspekte të çështjes. E para është korniza ekzistuese ligjore, e cila përcakton çështjen e investimit të këtyre mjeteve. Dhe normal që unë kam inkuraju që të fillojnë debatet për amandimin e ligjeve një që të krijohen politika investive më të qëndrueshme që do të janë në funksion të zhvillimit ekonomik Kosovës. Mekanizmi i cili aktualisht apo ligji i cili aktualisht do të krijojë mundësi për shfrytëzimin e këtyre mjeteve është ligji për huamarrjen publike. Normal që gjatë kësaj periudhe 2-3 mujore unë pres që Ministria e Financës së shpejti do të aprovojë aktet në ligjore sa i përket tregut primar dhe sekundar të letrave me vlerë, ku atëherë edhe këto institucione do të kenë mundësi të investimeve në letra me vlerë pajtim me ligjin ku kufizimit janë shumë më pak apo më jo restriktive se sa që janë në investimin e drejt për drejt në sistemin bankar. Kontrolloni bankat që ndodhen në komunitetet me shumicë serbe? I kontrollojmë pjesërisht, ta quaj. Ju dini sigurisht keni informacion se ne kemi licencuar një bankë nga Serbia para 2 vite gjys, e cila operon kryesisht në zonat ku janë të banuara me serb, e cila raporton në mënyrë të rregullt te banka qendrore dhe në një farë mënyrë si them është sistem legal i cili funksionon. Mirë po normal për shkak të problemeve politike që janë prezente nuk është e mundur që të kontrollohen të gjitha edhe ato institucionet të cilat nuk janë të licencuara me bankën qendrore, të cilat realisht operojnë. Kështu që ashtu si do të zgjidhen çështjet politike, normal që do të krijohen edhe hapësirat e nevojshme që në mënyrë praktike banka qendrore ta realizoj rolin e vetë në tërë territorin e Kosovës. Në Kosovë operojnë kryesisht banka të huaja. Me sa dim është vetëm një bankë me kapital. Jo, aktualisht kemi 2 banka. 2 banka, por shumica janë banka të huaja. Pse ndodh kjo? Sigurisht duhet kuptuar momentin në përcilin ka kaluar Kosova dhe interesimin e investitorëve të jashtëm që të operojnë në sektorin bankar. Normal që kanë qenë limite apo kufizimet qoftë në kapital, qoftë me eksperiencën bankare që kanë pas njerëzit që të operojnë si banka në Kosovë. Ne kemi pas më herët 4 banka lokale, mirë po 2 të tilla më herët veç janë hyrë në negociata dhe kanë shitur pronësinë e tyre të një bankë slovene. Unë ju falenderoj shumë për pranimin në studion tonë dhe ju uroj suksese. Faleminderit.